po që se njeriu nuk ka dashni, një punë më të thjeshtë në cilën e bën jetën e tij, nëse e bën me dashni ka me pas sukses. Nëse e bën pa dashni edhe prej zorit, ka me bë shkeleshka, ajo formalisht mundet më duke suksesshme, por efekt nuk mundet me pas. Në këtë rast, për ulja dhe në nështrimin ndaj Allahut fuqiplot, edhe pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e arrin cilësinë e duhur në momentin që njeriu ka dashni për Allahun edhe për pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo dashni pastaj me këtë hadith është edhe intensiteti i saj, edhe cilësia e saj, edhe niveli i saj është i përcaktuar. Prioritet i të gjitha prioriteteve do të më qenë dashnia për Allahun edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur tek ai rob se çdo kusht tjetër përveç Allahut dhe të dërguarit të tij. Ju kujtohet kur folëm për hadithin s'ka besu asnjëri për juve që duhet derisa unë të mos jem më i dashur për te se prindi, fëmia dhe çdo kusht tjetër. E kemi thonë, kjo dashni është e lidhur me dobin, me sa ja kemi pa hajrin, edhe sa ja vazhdojmë ja pa hajrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe çdo kujt tjetër. Në bazë të asaj, sa ja shohim hajrin dikujt, çashtu renditet edhe dashnia për te. Në këtë rast, për shkak se hadithet janë frymëzim prej Allahut, janë pjesë e shpalljes, bën me thonë, në këtë rast Allahu këtë punë e ka rregullu që dashnia në radhë të parë do të më qenë për Allahun edhe pejgamberin, pastaj vijnë tjerë. Pse? Për arsye se Allahu është Zoti edhe krijuesi jonë edhe këtë mirat i kemë prej tij, ndërsa prej të gjitha krijesave dhe posaçërisht prej njerëzve, krijesës dhe njeriu që mas tepër ja kemi pa hajrin, edhe kjo është me dëshirën dhe zgjedhjen e Allahut fuqiplot, është pikërisht pejgamberi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'ban pra me e dasht askënd më shumë se Allahun edhe pejgamberin. Kjo dashni, kur të përkthehet në praktik, jetësohet ajo që na ka thirrë dhe na ka urdhëruar Allahu i madhruar kur ka thonë: Ja ejuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. O ju që keni besu, mos i jepni askujt përparësi para Allahut dhe të dërguarit të tij. Ky është ajeti i parë i surës Hujurat.